Humbi jetën në det, identifikohet viktima në plazhin e Durrësit, dyshohet për arrest kardiak. Pushuesi që humbi jetën ditën e djeshme në plazhin e sektorit Rinia në Durrës është identifikuar. Ngjarja ndodhi pasditën e së dielës, pasi trupi pa jetë viktimës u nxor nga pushuesit. Sipas informacioneve, viktima është 41 vjeçari Shpëtim Alla nga Durrësi. Mësohet se shkaku i vdekjes së 41 vjeçarit dyshohet të ketë qenë arresti kardiak.